Për lindjen dhe vdekjen e bën të shkruhet kullu vallaj dhe elhami në varrin e gurit të prindërve tanë. Jo, s'ka nevojë, as ato dhamat e lindjes së vdekjes, as ka nevojë kullu vallaj, as një sure hiç bile, bash sure të zbaj hiç aty të vdekurit. Aty runa zot shkanej maca, shkanej qenë aty orinan, runa zot, ku di në kush çka bën aty te varri. Kështu që nuk ka nevojë. Edhe ato që shkruajnë kur ka lindje, kur ka vdekje, ato s'ka nevojë, pse kuna po intereson kur ka lindje, kur ka vdekje. Po familjarët intereson, familjarët i marrin shënime të shtëpia, a mos më anë atë ngurë dvorët aty, ose me shku për shembull këtu po shën, ku pe dim na po shën, apo vun, apo knaqet, apo heka Zoti e din. E dikush që shkon këtu po shën, i dashurin filani, i lindur me kaq, i vdekur me kaq, përmendorin e ngriti, i biri filani, me të bejta, me të bie filanin, lusim Zoti kështu. T'ja vëlla referat po shkon aty në gurë dvorët, s'pas ka me dikun tjetër me fol për babën e për nanën, me kujtu babën e nanën, po pas ka me në gurë dvorët. Këto janë formalitete të skajshme dhe te pa nevojshme dhe të padobishme.